Shqiptarët në 2025, vuajtjet, shkaktarët dhe pasojat e keqeverisjes. Në prag të gjysmës së parë të dekadës së tretë të shekullit XXI, Shqipëria përballet me një mozaik sfidash të thella që prekin çdo aspekt të jetës së qytetarëve të saj. Përkundër deklaratave optimiste nga zyrtarët dhe një pamje e jashtme që përpiqet të pasqyrojë zhvillim, realiteti i përditshëm është shumë më i hidhur. Shqiptarët vuajnë nga mungesa e dijes. Varfëria e thelluar dhe një mendësi e ngushtë e ignorancës që është kthyer në armik të progresit. Këto probleme nuk janë fatkeqësi të rastësishme, por pasojë direkte e një qeverisjeje që në vend të zhvillimit ka zgjedhur stagnimin dhe kontrollin. Varfëria, një plagë që po gërryen shoqërinë. Në 2025, një pjesë e madhe e shqiptarëve jetojnë në kufirin e varfërisë ose më poshtë saj. Raportet e fundit tregojnë se papunësia mbetet në nivele shqetësuese, sidomos tek të rinjt, duke i kthyer ata në viktima të emigracionit masiv. Ata që mbeten, shpesh punojnë në tregun informal me paga minimale që nuk mbulojnë as nevojat bazë të familjes. Në vend që të krijojë politika për mbështetjen e biznesit të vogël dhe të mesëm, për të nxitur investimet e huaja dhe për të krijuar vende pune cilësore, qeveria shpesh fokusohet në projekte luksi, tendera korruptiv dhe shpenzime të panevojshme që shtojnë borxhin publik pa sjellë përfitime reale. Ndërkohë, shqiptarët e thjesht përballen me rritjen e çmimeve, inflacionin dhe mungesën e shërbimeve sociale, duke u ndjerë të braktisur nga shteti. Kjo varfëri nuk është vetëm një problem ekonomik, por edhe një plagë morale dhe sociale. Ajo çon në përçarje familjare, kriza sociale dhe ulje të besimit në institucionet e shtetit. Arsimi i rënuar, gjakderdhje për të ardhmen. Në qendër të çdo shoqërie të suksesshme qëndron arsimi. Por në Shqipëri të 2025, arsimi është në krizë të thellë. Shkollat janë të mbyllura në një sistem të vjetruar, ku nxënësit më shumë mësojnë për të kaluar provimet sesa për të fituar një uri reale. Infrastrukturat janë të amortizuara, librat e shkollës shpesh të papërshtatshëm dhe mësuesit, të demotivuar nga pagat e ulta dhe mungesa e perspektivave, janë larg standardeve që kërkon bota moderne. Shumë nxënës nuk kanë akses në teknologjinë e nevojshme dhe mjediset arsimore moderne që nxisin kreativitetin dhe inovacionin. E gjithë kjo krijon një brez të ri që nuk është i përgatitur për tregun global të punës dhe për sfidat që sjell shekulli XXI. Për më tepër, keqmenaxhimi i fondeve dhe mungesa e reformave serioze në arsim janë dëshmi se qeveria nuk ka prioritet zhvillimin intelektual të vendit. Kur edukimi dështojnë, rrjedhimisht dështojnë edhe mundësitë për ndryshim dhe përmirësim të jetës së qytetarëve. Mendje, ngushtësia dhe ignoranca, pasoja e një politike që ndan dhe sundon. Një tjetër plagë e rëndë që po mbjell qeveria në Shqipëri është mendësia e ngushtë dhe ignoranca kolektive. Në vend që të investojë në informim dhe edukim qytetar për të nxitur dialog, tolerancë dhe hapje ndaj botës, politika zgjedh të ushqejë ndasit, urrejtjet dhe paragjykimet. Në debate publike dominojnë retorikat nacionaliste dhe populiste që krijojnë mure mes komuniteteve dhe ulin nivelin e bashkëpunimit dhe solidaritetit. Mungesa e transparencës dhe censura e mediave nxisin shpesh shpërndarjen e lajmeve të rreme, teorive konspirative dhe mungesën e një kulture kritike. Kjo situatë i bën shqiptarët më të përçarë dhe më të thyrë ndaj propagandave, duke krijuar një terren pjellor për manipulim politik dhe shoqëror. Kur mendja e hapur mungon, zhvillimi ngec dhe vendi ngec në ciklin e varfërisë dhe prapambetjes. Përgjegjësia politike dhe rruga drejt ndryshimit. Përballë këtij realiteti të hidhur, përgjegjësia kryesore bie mbi qeverisjen aktuale. Në vend që të jetë motori i zhvillimit, ajo është kthyer në pengesë. Mungesa e vizionit, korrupsioni, nepotizmi dhe prioritetet e gabuara kanë bërë që Shqipëria të ngesë në një fazë tranzicioni të zgjatur dhe të dhimbshëm. Megjithatë, shpresa nuk duhet të humbas. Shqiptarët janë një popull me potencial të madh dhe rezistencë të jashtëzakonshme. Për të shpëtuar nga ky labirint negativiteti, duhet një angazhim i thellë i shoqërisë civile, institucioneve dhe një ndryshim rrënjësor në politikat shtetërore. Investimet e menjëhershme në arsimin cilësor, lufta kundër varfërisë me politika sociale dhe ekonomike të qëndrueshme, si dhe ndërtimi i një kulture të hapur dhe demokratike janë imperativ i pashmangshëm. Pa këto, çdo premtim për të ardhmen do të mbetet thjesht fjalë boshe. Përfundim. Shqiptarët në 2025 vuajnë, jo vetëm për shkak të kushteve ekonomike apo sociale, por edhe për shkak të mungesës së njohurive, perspektivave dhe hapësirës për të shprehur potencialin e tyre.
Qeverisja aktuale ka dështuar në detyrën më themelore, të krijojë kushtet për një jetë dinjitoze dhe progres për qytetarët. Nëse dëshirojmë një Shqipëri më të mirë, ku dia, prosperiteti dhe toleranca të jenë vlera themelore, duhet të nisemi nga reforma të thella dhe të sinqerta. Të ndryshojmë mentalitetin dhe politikat për të shpëtuar jo vetëm të ardhmen, por edhe vetë shpirtin e këtij kombi.